për të shkruar histori të shtetëdërtimit. Faleminderit. Edhe çmajshëm. Por a shihni real? PZOM LDK-ja ka fituar 51.1 dhe do të qeverisë vetme. Dhe pia ja PDK-s presidentin për mi blloku proceset që ke nuk është reale, jo dini që nuk është reale. Prandaj kjo do të bie menjëherë prej asaj agjendës ditore. Pse s'po jepen emra konkret, konsenzual dhe me ket do të fitoni poenat politik në publik. Në publik se fundja fundit unë nuk e kuptoj çka po ç'a presin subjektet opozitare prej zgjedhjeve të ardhshme të cilat me gjaz do në muaj të shpejt. Kur i patun 2 procese dhe procesi i dytë shkoj të thellu problemet e subjekteve opozitare se i quajti si bllokuese. Është gati e njëjta situatë. Te LDK-ja pak për shkak të zonës osmane, sepse tashmë me përgjigjet që i dhat ose si më thon me pozicionin e juve që u kuptu që ajo zoja pas kandidatarëve të përbashkët me LDK-n, që do shumë normal është drejtë e saj. Sepse po e mbrone ajo shkeli kushtetutën me dekret, ju po thunë e ruajti rendin. Ka shkel kushtetutën? Ne jam tash, nëse janë shkele kushtetuse të tjera, sepse në këtë rast kemi pas në kushtetutën e mora me veti. Janë 2 nëna të cilat janë diskrepancë njëra me tjetrën. Në një nënë që thirr ajo, në një nënë që thirr ajo ka drejt, sepse 30 ditë ka dështuar me zgjedhje. Në nënën tjetër kush e shpërben parlamentin, ajo ka gabu. Ajo ka shpërben parlamentin. Kjo shkele kushtetutës se parlamenti nuk u shpërben. Presidenti ka shkel kushtetutën. Realisht